Në qendër të këtij rasti ndodhen 3 persona, një hoxh, një biznesmen dhe një shofer transporti. Naim Tërnava li pretendon se edhe vetë ishte dëmtuar financiarisht nga kjo çështje. Viktima e këtij rasti thotë se përmes Tërnavës ka marrë 50.000 euro nga biznesmeni Arben Gashi me kusht që pas 6 muajsh t'i kthente 100.000. Pak javë më vonë ata kishin thënë se lokali tashmë ishte i tyre dhe se nëse fliste në polici do t'ia diçnin lokalin me benzinë. Kosovë po jetohet një prej rasteve më të rënda të fajdës, një praktike paligjshme e huadhënies me kamata të larta. Në qendër të këtij rasti ndodhen 3 persona, një hoxh, një biznesmen dhe një shofer transporti, të cilët sipas prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës dyshohet se kanë krijuar një skemë të organizuar fajdje duke përfituar nga një qytetar që kishte kërkuar ndihmë financiare nga ta. Në mesin e të akuzuarve është Pajazet Tërnava, ish kryetari i Bashkisë Islame në fushë Kosovë. Në dosje përmendet edhe muftiu i Kosovës Naim Tërnava si dëshmitar në procedurë, i cili pretendon se edhe vetë ishte dëmtuar financiarisht nga kjo çështje. Ngjarja sipas prokurorisë filloi në fund të vitit 2022. Një afaristë nga Prishtina që ndodhej në vështirësi financiare kishte kërkuar ndihmë nga një person që e njehte përmes xhamisë e që ishte hoxha Pajazet Tërnava. Prokuroria pretendon në dosjen e saj se Tërnava i kishte propozuar viktimës që ta ndihmonte ca njerëz që kanë para por që punojnë me bezë. Në dëshminë e tij, viktima e këtij rasti thotë se përmes Tërnavës ka marrë 50.000 euro nga biznesmeni Arben Gashi me kusht që pas 6 muajsh t'i kthente 100.000. Një marrëveshje e tillë sipas kodit penal të Republikës së Kosovës përbën fajde pasi parashikon përfitim të jashtëligjshëm përmes kamatës së lartë. Sipas prokurorisë, kur viktima nuk ishte mundur t'i kthente paratë në afatin e caktuar, të akuzuarit i kishin kërkuar të nënshkruante një kontratë shitje për lokalin e tij në Prishtinë, kinse për garanci. Në dukje, kontrata ishte e lehtëshme, por organet e hetuesisë thonë se ai ishte e falsifikuar për të siguruar që prona të kalante në emër të biznesmenit. Viktima në dëshminë e tij tregon se i kishin thënë mos u shqetëso, është vetëm për siguri, kur t'i kthesh parat do ta anulojmë kontratën. Por sipas tij, pak javë më vonë ata i kishin thënë se lokali tashmë ishte i tyre dhe se nëse flisten në polici do t'ia diçnin lokalin me benzinë. Në këtë skemë, sipas prokurorisë, ishte përfshirë edhe Milazem Ahmeti, i cili ishte i vedeklaruar si shofer transporti. Ai akuzohet se shoqëronte biznesmenin në mbledhjen e borxheve dhe vizitonte viktimën pothuajse çdo javë për t'ia kujtuar për pagesat që duhet t'i bënte. Në mbastësinë e bërë nga policia në shtëpinë e tij janë gjetur një armë dhe disa fshek pa leje, për të cilat tashmë ai akuzohet edhe për armbajtje pa leje. Një pjesë e rëndësishme e dosjes është dëshmia e muftiut të Kosovës Naim Tërnava, i cili është taxha i të akuzuarit Pajazet Tërnava. Në deklaratën e tij para policisë dhe prokurorisë, ai pretendon se edhe vetë është dëmtuar financiarisht nga kjo marrëdhënie. Ai në polici kishte deklaruar: "Personin B.B. e kam njohur pasi më ka kontaktuar në telefon, më ka kërkuar të takohemi në një lokal në Prishtinë. Ai më tha se ka probleme me djalin e vëllait tim, Pajazitin. Para se të takohem me të, kam vizituar me Pajazitin dhe më ka njoftuar se e ka autorizuar atë që të shes lokalin që kemi pasuri të përbashkët. P.B. kishte ndarë për vete diku 30.000 euro. Për ta kthyer lokalin në gjendje më parshme, u detyruam të japin atij personi 28.000 euro. Ne si vëllezër u dëmtuam, secili u dëmtuan nga 6.000 euro kur ja dham atij. Por ai kur nuk më kontaktoi më." Të tre të pandehurit e kanë mohuar fajësinë. Pajazet Tërnava pretendon se ka vepruar vetëm si ndërmjetësues mes palëve dhe nuk ka përfituar asgjë. Arben Gashi thotë se kontrata lokale ka qenë shitblerje e lehtëshme dhe e ka nënshkruar me vullnetin e plotë të tij, ndërsa Milazem Ahmeti deklaron se nuk ka ushtruar asnjëherë kërcënim, por ka qenë vetëm i pranishëm në disa takime mes palëve. Prokuroria speciale pretendon se tre të akuzuarit kanë vepruar me dashje të drejtë për përfitim pasuror të kundërligjshëm, duke kryer vepra penale të fajdës, detyrime dhe mbajtjes së paautorizuar të armës. Rasti do shqyrtohet nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë. Ky material është përgatitur mbi bazën e aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe dokumenteve zyrtare të përfshira në të akuzuarit konsiderohen të pavajshëm deri pavajësia e tyre të provohet me vendim të formës së prerë të gjykatës.